Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tiron Alilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush një një të vërtet në fakt. Xheneta Fetau, një vajzë që bëri namin në rrjetet sociale që në Big Brother VIP Kosova, më pas me aktivizimin e saj në Big Brother VIP Albania, afërsia që në fakt Xheneta krijoi në atë format dhe vitin e kaluar lajmi i madh që Xheneta do të bështe pjesë e platformës Big Brother VIP Albania, ku pjesë e atij formati ishte edhe gjesti. Xheneta filloi që të jetë shumë e afërt me televizionin Top Channel, udhëtime të shpeshta drejt Tiranës, duke qenë pjesë e panelit të emisionit të Trotuar, një emision që në fakt bëri xhiron e klikimeve kur Xheneta ishte pjesë e këtij paneli, gjë për të cilën përflitej që Xheneta do të ndeshej në këtë trotuar me Eglin, gjë e cila Xheneta e ka kërkuar edhe vetë në prezencën e saj në trotuar që dua le të vi këtu, le të mi thotë të gjitha gjërat në fytyrë. Do të thënë luftonte jashtëzakonisht shumë për t'i bërë televizionin klikime, ndoshta edhe për ta bindur televizionin që unë ja vlej, unë jam dikush. Por rrugtimi i Xhenetës u mbyll pikërisht aty. Do me thënë, ne mendonim që ka ndonjë hatërmbetje dhe inat me televizionin Klan, por jo, Xheneta u rikthye në Talk Big Brother, do me thënë në klubin e fansave të Big Brother VIP Kosovës. Okej, ka një shikueshmëri, nuk do them që ka shikueshmëri të frikshme, por ka një shikueshmëri. Tani, ku qëndron puna? Shpeshherë ju bë pyetja Xhenetës pse u largove nga televizioni Top Channel. Të përzurën? Ishte vendimi jot? Apo prishe marrëdhëniet? E ftuar në emisionin Robi Plaket kur do vet, e pyetur nga Santiana, e cila është pjesë e një formati të këtillë, do me thënë ka qenë, më thënë e një formatin, Xheneta e la të kuptohet që në momentin që ti mendon për veten, do me thënë shumë lodhje, shumë angazhime, shumë udhëtime, e gjithë java më mbetesh atje, por në momentin që ti mendon për veten tënde, atëherë fillon pak të shohësh xhelozi, apo fillon pak të shohësh urrejtje. Dhe mendoj që televizioni Top Channel në këtë rast nuk është se ja ka plotësuar Xhenetës dëshirën edhe qëllimin të cilin ajo e ka patur, dhe prandaj Xheneta ka vendosur që të largohet nga ky format. Do të thënë Xheneta nuk është se e tha troç, por e la të menduar të këtill. Xheneta nuk tha që do të jetë pjesë e castit të radhës së Big Brotherit, edhe pse në fakt përfliteshte që në këtë Big Brother do të hynte, do të thënë rrugët me televizionin Top Channel kanë përfunduar dhe televizioni Top Channel në këtë rast normalisht e mbështeti Eglin, i dha emision Eglit, ndoshta Xheneta si ka mbeti çikatri edhe pse nuk kishte emisionin e saj që mund ta bënte edhe emisionin e saj. Dhe do me thënë nuk është se ishte në fokus, do me thënë ndoshta e pa që trotuari e përdorte Xhenetën vetëm për klikime, dhe kështu që Xheneta vendosi që të largohet dhe u pozicionua në Kosovë. Do me thënë me atë që unë e kuptova, kishte pak hatërmbetje, ndoshta edhe nga fakti ka ardhur dhe inat se Egli mori një emision dhe pati fokusin dhe vëmendjen e veçantë në rubrikën e diel.